Selam aleikum. Aleikum selam. Okej, Shkodan duhet më na përkthye. Pa tjetër, Habib. Derë për mu. Na këtu jemi në qytetin e Kërqovës. Kemi ardhur me i dhuru qelsat e shtëpisë së re Aminas. Amina është një familje që na kemi vizitu para disa muajsh edhe gjendjen e kësaj e kemi gjetë kështu. Nëse na erdhe, Habib. Nëse gjeta. Është Amina Veseli, është muslimane, turqeling, në thonë ka që djalë jetim, burri ka vdek para 10 vitesh, djalin ja ka lënë 2 vjeç. Tregon se të ndjek në për emisionin e përsen dhe falenderon Zotin që ka kështu, thotë kështu njerëzit si ju. Jeton tash të shohim mas miri ta shikojmë së bashku. Halo. Jo, vej kupe në donaci, akcije. Ja живея od brat mi kukята, so majka mi gore, je živa. Majka mi je stara 74 godine, so teške operacije. Jeton ke vllau me nonën e vetë derisa është gjallë, që ta ruaj nonën e vetë. Çket vetëm që ka lënë burri vetë atë çket kështu. Qysh jeton na çfarë ka në të ardhurat? Dali imaš nešto вземаш нещо от държавата, някоя социална ти работа, някоя помощ? Държавата само 8.000 взема на пола семейна пензия. Имаше и други деца първи от брак. Do thonë jeton me 8.000 dinar të maqënisë, ata i vinë të 120 euro lartë e poshtë. Do thonë me që ata janë të ardhurat e kësaj none. Është e keqja, na ka treguar se ka dhe vonë pi shumë smundjeve që ka, edhe djali ka smundje shto ima të sinët. Epilepsia ima, edhe shumë në sërci. Edhe shumë në sërci, ajo vjen si mrisht të zemra ka djali vetë ashtu ka linë. Epilepsia. Ja isto ima čoroj na teroidната žlizna, teran operacije ne može mali komu će gosta. Me teroidet ka shumë problem, duhet bëhet operacion. Srce sve, samo živaš edhe me zemrën ka problem. Детето да опорасна толку. Ja poteklo su devojče po baba mi od Lisičani, a majka mi poteklo je, majka je njezina od Aranđel, a baba od majka je od Zajas. Ama jazdik od Zažal. Dhe më thonë, nonën edhe babën e vetë ka pi Zajazit dhe pi fshatit Aranjel, a vetë ka lindë në Lisiçan. Merë dhe thotë gjuhën se ne përdori gjuhën shive shumë. A ndimon e kush? Dali ti pomogne atë nekoj, dali ti dava kush. Ова е со помош купено и некој кој ќе сакат витар, садака на детево што ќе му дај. Отто. Me ndihmë thotë shkjo sigurisht që kështu si është, edhe thotë vetri diçka dhe ne. Sa vjeçar është djali? Së koliko godini ima të sinët? Сега на 25 март 10 години направи. Tash në 25 i treti ka burë Година 10 и пол vjet. е сираче. Pim 1 vjet e gjysë është jetim, pa ba. A burri vetë ka punu të qarshia e vjetë këpustar, ka që. Këpustar. Po, në qarshin. Do më thonë është një ndër matë vjetrit në qarshin e vjetër, bashkëshorti vetë. E kjo shtëpi është këtyne? Ova kuqeva e vasha? Да, купена ми е собира донации луѓе, добри луѓе. Çka ndihmu njerëzit, Ми е знае ситуацијата и толку постигна да се живи и на ова зашто немав ништо. И ова го немав. Se ka pas edhe kjetë, të thotë me Фамилија, ndihmë në пријатели njerëzve, кои ме знаеше со стојбата се потруде малку. të familjes dhe shoqërisë, si ka ndihmu që ka qesh ta burë. A ka shpresa, moni me që ka më bo me shtëpi? Dali imaš nadejsh da ka muqet e ndim da dojshit i da imaš e na kuqe za sin ti tvoj. Има надеж, има добри луѓе, и ова што го има од вака добри луѓе ко вас е. И надежта е во добрите луѓе, Аллах и праќат добрите луѓе за да помагаат на јетими, на болни, на свекакви. Аллах помагат преку добри луѓе. Shpresë thotë vetëm është njerëzit e mirë, thotë si ju që jeni personalisht ju, Habib. Me ndihmat e njerëzve thotë jam çtu që jam, edhe thotë kam shpresë dhe thotë do të gjynit njëri që të më ndihmoj që edhe unë të kesha një shtëpi. Halil Kastrati e dojnë në Kosovë za da ti prajt nova kuqë. I zato dojnë da ti godaj tova Јареби со дженнет. Со дженнет јареби Аллах да ве наградет и све да ви чуват фамилија, све што си имате, дечиња, цела фамилија. Значи за кратко време ќе имаш нова куќа за малиот син и за Аллах вас. да ве награде, јареби, со дженнет јареби Аллах да ве награде. Тоа е најважното. проблем me gjithë mira. Со дженнет јареби. Me qenë. Нема веќе зборови што да кажа.
Allah da ve nagrade, Nadeš šta je Vovas. Vovas ima me, Nadeš Vovas sve. Ja su ne može. Jemi në qytetin e Kërqovës bashkë me shkodronin të kjo non me një fëmijë I jetim. E raskapitur e lodhur nga fukaralloku dhe nga smundje të ndryshme se kjo dhe djali saj. Sa po ju dha lajmi se po bohen me shtëpi të re. Aksioni jonë këtu në Kërqovë dhe komunën e saj do të vazhdojnë. Nga kjo familje po vazhdojmë të familja radhës. Familjes ju dha lajme se po bohen me shtëpi të re, ju be Zoti kur mos ju. Po shkojmë të familja tjetër. Patjetër, faleminderit. Sot bashkë me shkodronin pra kemi ardhë të Aminja me adhonë qelsat e shtëpisë së re. Pyetja për Aminën është qysh ju ka duk shtëpia, qysh po I duket shtëpia? Mine, dobardın, merhaba. Merhaba. Hoxha Halil Kastrati pra shuvat, kako ti izgleda kuća va? Много папа, немoj да видите. Много су задоволна. Аллах да ве награде, ја Ребби. Све најубаво, со здравје, со долг век, долг живот, со дженнет, да ве наградет сите. Сите што имате удел. И вие, господине Халил Кастрати, и вие Шкодрана Лили, и сите кои имате удел, да излезете во пресред на потребите на моето дете, Аллах да ве наградет и на оваа дуња и на ахирет со дженнет, ја Ребби, иншалlah. I dëshiroj mirëseardhje njeriut më të vlefshëm të qytetit të Kërqovës, edhe të gjithë shqiptarëve ku jetojnë anëmban botës, për arsye se Halil Kastrati është aty ku është loti I dëshpërimit, aty ku është e vramur shpresa. Jetimat e Ballkanit dhe hoxhi I nderuar në krye Halil Kastrati, çdo familje shqiptare e viziton dhe e gëzon. Shkodroni do t'ja dhuron qelsin e na nga këtu, dhurimi shtëpisë së re, po shkojmë me kumtu një lajm tjetër të një familje tjetër, e çfarë lajmi kumtojmë ne, po bohim me shtëpi të re. Kjo familje e gëzort, asaj ku po shkojmë për ja bojmë për haj lajmin se po bohen me shtëpi të re. Thuj e gëzofshi shtëpinë. Na zdravje da koristite, so bismillah, so Kur'an, so dime imani, da dajt Gospod tvoje dete da raset I utre da te radose so najdobrit e vest, Amin. so golema familja, so mnogo dece. Amin, inšallah. Euzu billahi mine šeitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim.